lirshme që mund të flasë për diçka. Unë kam parë edhe kolegë të mi që kanë po të njëjtin nivel arsimor si unë, apo po të njëjtën preardhje si unë, që ndihen keq para fëmijëve të vet, sepse nuk ndihen të lirshëm, nuk e kanë atë lirshmërinë natyrale që mund ta kemi ne, që na vjen edhe prej profesionit si gazetar, unë me tim shoq për shembull. Teta vetë, po, pa tjetër. Dua të ndërlidhem pak me Edën, këtë pjesë pajtojnë plotësisht se përveç trajtojnë shumë tema lidhur me shqetësimet seksuale në pubertet, pastaj adoleshenca, infekcione seksualisht të transmetueshme, barazia gjinore, abuzimet, diskriminimet që po ndodhen, pikërisht këto tema i trajtojmë në edukimin seksual. Mirë, po kur flasim te tematika shqetësimet seksuale që shfaqen në pubertet, se na e dim që puberteti është pjesë e ndryshimeve fizike, ndërsa adoleshenca e ndryshimeve emocionale. Kur e trajtojmë këtë temë, shpesh herë diskutojmë me nxënësit, sa jeni të hapur me prindë, sa diskutoni këtë pjesë, për fat keq të na mungon kjo mënyrë e diskutimit apo hapja e diskutimit prind-fëmijë. Arsyeja është që ka mungesë të vedisimit edhe të edukimit nga ana e prindërve, jo të gjithë, pa keq kuptime, por nga frika dhe turpi, që fëmija nëse i mëson ka informacione më herët, do me thënë mundet edhe me i provu, apo me eksperimentu në gjatë gjithë jetës, po e mendojnë, do me thënë ka nivellet të tilla, por edhe fëmijët në shumë raste diskutojnë që nga frika me diskutu, edhe pse janë shumë të hapur, nuk hezitojnë me diskutu, gjithëherë janë vetë janë gjatë orëve mësimore, diskutojnë për çdo shqetësim që në shtëpi, me njëri tjetrin. Po në shtëpi nuk e diskutojnë me prindi, sepse prindi nuk ja jep mundësinë apo hapjen e komunikimit. Për fat keq te na mungon kjo pjesë. Se ka hermetik si shoqëri, ka shik kësaj çështje. Po, unë mendoj që për shkak paragjykimeve dhe nga kultura patriarkale që $1 million question. Nga për shkak paragjykimeve thash edhe nga kultura patriarkale që na rrethon si shoqëri, nga frika e turpit që na nëse flasim diçka jemi të fol për seksin. Ka disa mënyra që prindrit mund ta bëjnë këtë edhe pa e vënë veten në siklet. Për shembull, nënat mund t'i lënë. Cila është praktika që ti e ke ndjekë da? Lirisht mundeni me u Unë kam fol pafund. Unë vazhdoj dhe flas, nuk e kam atë telash. Po për shembull, për prindrit që e kanë siklet të flasin, që ju vjen siklet, shumë thjesht mund t'i lënë për shembull pecetat higjienike në një vend të dukshëm në tualet, dhe është shumë normale që fëmia si vajzë si djalë ka për ta pyetur se për çfarë duan. Dhe atëherë ajo mund të hapi një temën e diskutimit të ciklit menstrual femëror. Një gjë që unë e kam bërë me fëmijët e mi, me të madhen sidomos, sepse ishte e madhja, nuk ishte fëmijë të tjerë vërdall, përveç se në kopshte në çerdhe. Për çfarë janë këto? Për ciklin menstrual. Çfarë është? Një herë në muaj ndodh kjo, ndodh ajo. Kjo do të thotë që nuk ka mami një bebë te barku, duke ja thënë shumë ëmbël, bukur edhe qartë. Jo direkt rënd, sepse duhet gjetur edhe gjuha në bazë të moshës se si të komunikohet. Ti nuk mund të thuash që ndodh kjo dhe ndodh kjo dhe ndodh kjo, një moshë 3 vjeç se traumatizon. Po, sigurisht. Por me një 17 vjeçar ti mund ta thuash shumë qartë se si të ruhet. Jo domos se ne nisemi nga parimi që fëmia jonë nuk bëjnë seks. E gjithë ata që po bëjnë seks edhe po meten shtatzan 15-16 vjeç, fëmijët e kujt janë? Tanët pra. Tanët. Dhe ndoshta ishte më e udhës që këta fëmijë të mësonin që në fillim që se çfarë është seksi i mbrojtur, kontraceptivët, prezervativët, të cilët jo vetëm sepse edhe trauma më e madhe e prindërve është shtatzania. Por problemi që nuk është thjesht shtatzania, ndoshta për mua trauma më e madhe do ishte një smundje seksualisht të transmetueshme që në afatgjat do e pamundësonte një jetë të shëndetshme të fëmijës tim, si sida për shembull, apo gonorea, apo tjera, se sa thjesht një shtatzani. Domethënë dhe njerëzit duhet ta bëjmë këtë dallim dhe është pikërisht edukimi seksual ai që ti mundëson të gjitha këto detaje. Por hoq, çfarë thot feja për gjithë ata fëmijë që e ndjejnë veten që i përkasin orientimit të njëjtë seksual, si duhet vepruar prindrit me ta? Po shiqoni, tash kjo puna e vetëm njohurive rreth këtyre temave që po ajo është bazike padyshim, edhe mos pasja e informatave të bollshme nga ana e prindërve, edhe po e bën që vërtet pra të ngurrojnë, ti trajtojnë këto tema dhe mënyra e trajtimit e kështu me radhë.
por me gjate, vetëm informata, vetëm njohja e këtyre problemeve që po ceken deri tani, na jemi dëshmitar që nuk po na mbron edhe si shoqëri, po edhe si rini, edhe si fëmijë, informata me e quajtur ashtu e thatë, e njohur edhe nga të rriturit, nuk po i bën që ata vërtet mos me i shkel kufit me e quajtur ashtu dhe mos me bërë gabime kështu me radhë. Për atë, na si teolog, si hoxhallar, mendojmë se i duhet shoqërisë sonë ajo që e kemi pas në të kaluarën, edhe pse gjithmonë me ndonjë periudhë më mirë, ndonjë jo sa duhet,